Me kongresin në Shkup, koalicioni blen zyrtarisht nisi transformimin nga një aleancë zgjedhore në një subjekt të vetëm politik në përpjekje për të konsoliduar bllokun politik shqiptar në pushtet dhe për të pozicionuar si alternativë afatgjatë ndaj BDI. Partia e re blen paralajmëroi se do të profilizohet si një forcë politike qendër së gjatë me fokus në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, gjyqësorin e pavarur, integrimet evropiane, partneritetin me NATO-n, zhvillimin ekonomik, shëndetësinë, arsimin dhe zbatimin e plot të marrëveshjes së Ohrit. Në kongres morën pjesë kryeministri Hristijan Mickovski dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Lideri i Blenit Izet Megjiti vlerësoi se prania e tyre dërgon mesazhin se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut përfaqësojnë një urë të rëndësishme mes dy shteteve, ndërsa Bilal Kasami deklaroi se politika duhet të shërbejë qytetarëve dhe jo interesave personale apo privilegjeve partijake. BDI reagoi mënjëherë me kritika, duke e cilësuar bashkimin si fillimin e fundit për Blenin. Nga partia e Ali Ahmetit thonë se nuk bëhet fjalë për një bashkim të mirëfillt politik, por për një përpjekje që disa subjekte të fshihen pas një emri të vetëm. Si dëshmi për mungesën e besimit të brendshëm, BDI përmend zgjedhjen e dy bashkëkryetarëve. Me këtë, përplasja politike mes Blenit dhe BDI-s hyn në një fazë të re. Vlen synon të dëshmoj se mund të funksionojë si një forcë politike organizuar dhe stabile, e jo vetëm si një koalicion i krijuar kundër BDI-s. Nga ana tjetër, BDI do të përpiqet ta paraqesë strukturën e re si një kompromis të paqëndrueshëm mes liderëve dhe interesave të ndryshme. Zgjedhja e udhëheqjes së dyfish mbetet një nga temat kryesore në analizat politike. Për Blenin, ky është një model balancje dhe përfshirjeje të rrymave të ndryshme brenda partisë. Për BDI-n, ndërkaq është dëshmi se nuk ekziston një qendër e vetme vendimmarrjeje, por ndarje ndikimi mes liderëve. Pesha politike e këtij procesi qëndron në faktin se Blen nuk dëshiron më të jetë vetëm një front zgjedhor kundër BDI-s, por një parti që synon ta marrë afatgjatë hapësirën politike shqiptare në pushtet. Kjo nënkupton se struktura e re duhet të dëshmojë rezultate konkrete përmes ministrave, funksionarëve dhe organizatave lokale. Në periudhën e ardhshme do të testohet nëse Blen mund ta shndrojë bashkimin organizativ në efikasitet dhe stabilitet politik. Nëse arrin, kjo mund ta rrezikojë seriozisht dominimin shumëvjeçar të BDI-s. Nëse megjithatë shfaqen shpejt përçarje dhe konflikte të brendshme, BDI do ta përdorë këtë si argument se partia e re është vetëm një koalicion formalisht i bashkuar. Sfida kryesore për Blenin do të jetë nëse do të arrijë të ofrojë një vizion të qartë politik përter retorikës kundër BDI-s. Lufta kundër korrupsionit, sundimi i ligjit dhe integrimit evropiane përbëjnë një kornizë ambicioze programore, por pesha e tyre politike do të varet nga rezultatet konkrete që do t'jap pushteti.